Kryetari i Prishtinës Përparim Rama edhe këtë të mërkur i është drejtuar sërish Ministrit të Financave Kuran Muratit me kërkesën që buxheti i kryeqytetit të mos lihet jashtë buxhetit për vitin 2026. Rama tha se Murati ka detyrim institucional dhe moral të sqarojë publikisht arsyet pse buxheti i kryeqytetit po lihet jashtë. Dhe nëse kjo ndodh për Ramën, ky do të ishte veprim politik. Nëse qeveria nuk e përfshin buxhetin e kryeqytetit në buxhetin e vitit 2026, kjo nuk është thjesht vonesë administrative, është vendim politik. Buxheti i kryeqytetit është miratuar në Asamblenë e Kryeqytetit me të gjitha specifika teknike dhe ligjore dhe është dorëzuar sipas procedurave. Çdo justifikim për mospërfshirje bie poshtë kur dokumentacioni është i plotë dhe në përputhje me ligjin. Ditë më parë, i pari i Prishtinës pati paralajmëruar dërgimin e ligjit në gjykatën kushtetuese nëse miratohet pa kryeqytetin. Por një ditë më pas, Murati tha se kjo mospërfshirje nuk është as pak politike, duke shpjeguar arsyet. Ne kemi proceduar sepse nuk ka qenë vetëm Prishtina, pra është edhe komuna e Shtimës, që nuk është reflektuar këtu, pra për ta hequr çfarëdo dileme që po pretendohet se ka të bëjë me politikë, është thjesht procedurë, pra është komuna e Prishtinës, komuna e Shtimës dhe komuna e Zubin Potokut. Janë këto 3 komuna të cilat nuk janë përfshirë deri në datën kur ne është dashur ta prodhojmë dokumentin për mbledhje të qeverisë për ta proceduar tutje si material në kuvend. Mirë, po kjo nuk nënkupton që ato buxhete nuk mund të përfshihen. Por ndryshe mendon analisti politik Jeton Kelmendi. Hakmarrjet që po a bën rreth parë qytetarëve të Prishtinës dhe pastaj sigurisht po e lufton edhe politikisht kreun e Prishtinës me theks veçantë Përparim Ramën, por natyrisht edhe politikisht subjektin LDK. Kurse për ekonomistin Safet Gërxhaliu, nëse ky buxhet nuk përfshihet, pasojat ekonomike do të jenë të mëdha. Në rend parë do të jetë një ngulfatje për qytetar, në rend të dytë nuk do të ketë frymëmarrje për sektorin privat, sepse shumë projekte të cilat duhet të implementohen në komunë janë në partneritet me sektorin privat. Likviditeti bankar është mjaft i vështirësuar dhe sektori privat është parasida të shumta. Prandaj besoj që qeveria do ta ketë këtë parasysh. Kuvendi i Kosovës e ka miratuar në parim buxhetin e vitit 2026 në vlerë 4 miliardë euro. Me shmangje procedurale, leximi i dytë do të shqyrtohet më 20 shkurt.